Alban Zogaj, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, deri para pak javësh, muajve dhe nënkretar i Prishtinës, s'pari urime që zgjedh deputet i Kuvendit të Kosovës. Faleminderit shumë, kënaqësi. Në fakt e vështirë edhe më mësu, sepse mësu një kohë nënkretar tash edhe ky titull i ri deri sot ambientohem. E besa deri sot ambientohemi edhe me Kuvendin e Kosovës, sepse siç po e shehni, domethënë jemi në një pozicion i cili është, si të themi, i palakmueshëm në përgjithësi për krejt vendin. Pra, kjo nuk na pëlqen as ne, as askujt që të kalojnë disa seanca e pa u konstituu Kuvendi në tërësi. Dhe po nuk është diçka që nuk o prit. Në fakt, pas rezultatit zgjedhor është prit që do të ketë zvarritje, që do të ketë taktizime. Pra nuk është që kena prit ditën e parë që mbledhet Kuvendi më krye dhe qeveria. Kete drejt Astrid, me thonë drejtën, rezultati i zgjedhjeve ka sjell një pozicionim të tillë të partive politike, edhe është rezultati komplikum, sepse nuk i jep një shumicë as partisë të parë politike, por as anës tjetër nuk i jep një shumicë, si themi, ashtu solide që me mujt me kriju qeveri shpejt, dhe është prit që do të ketë një pozicionim të tillë dhe një komplikim të tillë, por jo për të mos konstituu Kuvendin, sepse unë akoma mendoj që ka hapësirë për me u konstituu Kuvendi. Normalisht që kjo përgjegjësi e madhe i bie të parit, sepse ata duhet jenë edhe ma të, si me thonë, të interesum, por edhe ma fleksibil për me konstituu Kuvendin. E ne këtë interesim edhe fleksibilitet nuk jemi duke e pa deri tash. Pra ka një arrogancë të vazhdueshme, e cila arrogancë është pa edhe gjatë mandatit kalum, e është pa edhe gjatë fushatës, e është pa edhe pas fushatës. E kur nuk i ke numrat, është mirë pak arrogancën me... Ku është arroganca? Me zbut. Po arroganca është në komunikim. Po veprojnë sipas atyre të drejtave që ja ka dhënë ligji. Pra propozojnë kryetarin e Kuvendit të cilin drejtën ultimative dhe vetëm e ka partia që ka dalë para. Absolutisht. Por kushtetuta gjithashtu e kërkon që edhe me u votu me 61 vota. Natyrisht. Dhe fakti që duhet me u votu me 61 vota nuk është me automatizëm fakt që i takon të parit. Pra kjo tregon që duhet me emri një shumicë. Duhet ai kryetari i Kuvendit me emri 61 votëshin, të paktën 61 votëshin, sepse në një situatë tjetër ideale, kryetari i Kuvendit ishte dashur me u votu edhe më shumë se 61 vota. Pas 2/3 Jemi pas 2/3 në mënyrë ideale në ato. Ato janë situata ideale. Në një situatë të tillë nuk jemi, po të paktën me i arrit 61 vota. E 61 vota. Po nuk arrin sepse s'ka shumicë aktuale në Kuvend, edhe nuk ka as seriozitet me u arrit ajo shumicë, sepse s'ka komunikim normal. Po shqyqoni nuk ka komunikim. E vetëm aftesë zyrtare që është bë deri më tash, prej pas zgjedhjeve, është ftesa që i është bë Lidhjes Demokratike të Kosovës, e të cilën ne komunikimin e kemi refuzuar. E të cilën ne kemi refuzuar. Edhe si komunikim. Por kjo nuk do të thotë që nuk duhet vazhdohet komunikimi edhe me parti tjera të Kuvendit të Kosovës. Pra duhet me u vazhdu komunikimi edhe me të tjerët. E ne nuk po e shohim një komunikim të tillë. U kërku një, si me thonë, marrëveshje politike nga foltorja, një kërkesë tepër e generalizume. Nuk arrihet marrëveshja politike prej një kërkese nga foltorja. Pra duhet insistim në komunikim. Edhe atë një kërkesë është e Glaukoniusës, po ministrat po thojnë jo. Pra nuk po duket si qëndrim partijak reale. Sepse Glaukoniusa po thotë duhet me ndërtu koalicione, ministrat e tjerë po thojnë jo, duhet me na votu kandidatën tonë për kryetarin. Po kjo është arsyeja pse unë në disa raste e quajta edhe si një thirrje jo serioze. Apo duke u përdorur konjufca si test. Thirrje jo serioze për marrëveshje politike. Ne e dimë që arrihen marrëveshjet politike. Marrëveshjet politike arrihen me komunikim mes partive politike. Po ne tham jo, por kjo nuk do të thotë që edhe të tjerët do ta japin të njëjtën përgjigje. Ne po lëshojmë rrugë. Ne ju kemi thonë jo edhe ditën e zgjedhjeve. Edhe me njëherë pas zgjedhjeve. Ne kishim edhe një paraqitje dhe një komunikim publik ku i kemi vendosur ato 3 pikat tona se si e shohim, si me thonë, konstituimin e institucioneve në ditët në vazhdim.
dhe ishin të qarta, jo qeverisje me vetëvendosjen. 2. Nëse vendosim me hy në qeverisje, vendosim me hy vetëm në situatën ku Lumir Abdigjiku, kryetari jonë, është kryeministër. Dhe e treta, insistojmë dhe preferojmë një qeverisje stabile, jo qeverisje disa mujore. Sepse kemi provu një gjatë të qeverisja stabile nuk mund të mu bë pa të parin. Por ju po i thoni të parit bënë ti me dikon të madh, për shembull me PDK, po jo me neve. Po mundet edhe ajo me ndodhë, me thonë. Ne i kemi dhënë opsionet tona, gjithashtu kemi thonë që ne mundemi me qëndru edhe në opozit. Kësaj here. Sepse qytetari i Kosovës e ka dhënë një verdikt. Ne jemi partia e tretë me 18%. E kuptojmë qartë rezultatin 18%. Nuk insistojmë as të marrim bajrak që me i kriju institucionet, sepse jemi partia e tretë me 18%. Kemi rolin tonë, shumë serios. Jemi, si me thonë, të kënaqur me rritjen, nuk kemi arrit atje ku kemi dash dhe i kemi pas planifikimet, por jemi të kënaqur me rritjen që ka pas LDK në këto zgjedhje. Sa mund të quhet rol serios, Alban, kur i ke 20% votave, 18% me 20 deputet. Dhe i ki 20 deputet, i ki një rritje, dhe i ki me atë që LDK ka thënë po çështja tjerash që ka një nevojë urgjente të ndryshimit të modelit të qeverisjes Kosovë. Sa është serioze tash LDK me thonë, a di çka? Unë do me nejtë në opozit. Dhe të bëhet çka të bëhet. Ne kemi thonë që pra ka nevojë... Pra nuk du as me lëvizjen vetëvendosje, këtë si legjitime, por realisht gati se nuk du as me partitë opozitare, sepse njëra nga ato 3 pika i përjashtojnë të dy këto mundësi. Ajo që ne po e themi në vazhdimsi është që kemi thënë që duhet ndryshim dhe ne insistojmë akoma që duhet ndryshim i kësaj qeverisje, edhe këtij modeli qeverisës. Dhe kjo është hendeku i madh që ne kemi aktualisht edhe me lëvizjen vetëvendosje. Pra ne kemi diferencat më dha ideologjike dhe programore. Por edhe në tema specifike kemi diferenca shumë të mëdha. Gati në secilën temë. Kemi diferenca diametralisht të kundërta. Dhe kjo nën kupton që kjo qeverisje duhet me ndryshu. E ne këta kemi thonë edhe gjatë kampanjes. Por qytetari vendosi ndryshe, Astrid. Qytetari ka dhënë 48 mandate lëvizjes vetëvendosje. Andaj urdhëroni krijoni institucionet. Po do të thonë që lëvizja vetëvendosje duhet të jetë ajo që ndërton qeverinë. Dhe ne po themi, nëse lëvizja vetëvendosje nuk arrin me kriju qeveri, dhe siç po shihet që nuk po arrin me kriju qeveri, e aq më shumë nuk është as fleksibile me kriju qeveri, atëherë na vije radha neve të tjerëve. Jo domosdoshmërisht të dytit, që thuhet zakonisht, sepse kushtetuta e thot të tjerët që i bën 61 vota dhe e bindin presidenten që e kanë shumicën, e vazhdojnë tutje me mandatin. Mundet sërish i pari. Por do duhet hiç të dorë. Qofse s'ka arrit me kriju qeverin për një periudhë caktuar kohore, atëherë heq dorë, thot, ju lutem vazhdoni tutje, unë kësaj radhe nuk jam gjendje me kriju qeveri. Për shkak të urave të rënuara. Astrid, lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti ka rënu urat e bashkëpunimit, i ka rënu. Kjo është shumë e saktë. Në vend që me i ndërtu urat e bashkëpunimit, lëvizja vetëvendosje i ka rënu urat e bashkëpunimit. Dhe kjo është arsyeja pse jemi në këtë pozicion. S'është se më koalicione në Kosovë me urat të rënume të bashkëpunimit. Unë mendoj që akoma ka hapësirë. A ku mundësi me ndodh? A shati që mundet zoti Kurti ose lëvizja vetëvendosje me thonë, unë s'po më i me bëj një kusht mundi. Nuk e di. Si logjik të mund shmatë. Me këtë arrogancë që po e shohim, me këtë mënyrë të komunikimit, po edhe të veprimeve, nuk e shoh me thonë të drejtën, por teorikisht ka mundësi. Teorikisht ka mundësi edhe me u kriju një qeveri e re. Sepse po flasim për 120 numra në kuvend të Kosovës, akoma ka mundësi për komunikim. Besa disa parti parlamentare kanë shpreh edhe gatishmëri me i zhblloku proceset, me ecë tutje. I dim deklaratat, i kemi ndëgju, ka shprehje të gatishmërisë me zhblloku situatën, por po mungon komunikimi. Ne përveç
një komunikimi zyrtar që e kemi pa deri tash 2 muaj pas zgjedhjeve, ne s'kemi pa komunikime tjera zyrtare. Ju lutem, urdhoni, uluni zyrtarisht në biseda dhe pastaj të shohim si ecim tutje. Alban te the dhe ka thënë edhe LDK disa herë. Që le të provoni pari dhe pastaj nëse s'provoni pari, si më thonë, të tjerët përfshi LDK-n mundën ose LDK vet e merr rolin e partisë që do me ndërtu qeveri. Apo? Sakt. Tashi. Sakt. Po LDK poshtë i ka përmend 3 parime, ta themi kështu, qeverisëse ose para qeverisë. Një kryeministrin, me diçka që edhe mund të bëhet. 2 ishte që ishte dyta? Qëndrueshmëri. Pak 2 pas ka përmend. Po. E treta që nuk ka qeverisje me lëvizjen vetëvendosje kësaj here, ajo domethënë Te qëndrueshmëria është lënë të nënkuptohet që qeveria duhet e ardhshme, ku është edhe kënd kryet saj, nëse bëj, nuk do duhet shkon të zgjedhë pas 8 muajve për çështjen e presidentit. Pra, këto 2 kërkesa realisht legjitime të dyja. Janë legjitime, por e pamundsojnë ndërtimin nga LDK të një qeverisje. Jo domosdoshmërisht. Ka vi numra, se në fund numra do të mi pasur presidentin. Ka mundësi. Për shembull. Ka mundësi të shumta, të marrëveshjeve që e përjashton lëvizjen vetëvendosje, thashë. Politike e përjashton lëvizjen që me pas një qëndrueshmëri më afatgjate, por kur të vijmë te ajo pikë ne do të ulemi me bisedu. Jemi në pikën kërkahiq sa për ata. Shumë larg jemi, por a nuk është dasht me pas edhe qytetari i Kosovës një qartësi. Një qartësi se çka e pret dhe ku mund të shkojmë. Dhe nëse këtë spja aja partia e parë, të paktën parti tjera. Po është e vështirë shumë me shku me hipoteza të tilla. Dhe sidomos ne politikanët po hezitojmë me u fut në hipoteza të tilla sepse pastaj japin edhe keq kuptime, keq interpretime. E mandej edhe unë po hezitoj me u fut në hipoteza të tilla, të cilat janë të parakoshme. Sot nuk jemi në atë pozicion që me bisedu për një opcion të tillë. Por ju i keni vendosur 3 kushte publike. I kemi vendosur kushtet, por kemi thonë që kur të vijmë tek momenti i krijimit një qeverie, do të ulemi në tavolinë, dhe këto a kemi thonë qartazi, dhe do të ulemi në tavolinë kur vijmë taj moment. Pra kur i pari e konsumon kohën e vet dhe vijmë deri tek një konkluzion që partia më e madhe politike nuk arrin me kriju qeveri. Atëherë do të ulemi, do të diskutojmë krejt opcionet dhe qytetari i Kosovës ka me i pas qarta dhe qëndrimet tona politike. Tash jemi herët asrit, ne po e themi kur të vijmë tek ajo urë e kalojmë atë urë dhe këtu kërkojmë mirë kuptim edhe nga ju, nga të gjithë, që deri në atë moment mos me kriju hipoteza që pastaj munden edhe me dëmtu procesin kur të vijmë tek ajo pikë. Kjo LDK është duke marrë kritika, edhe nga komentator medial, po edhe nga partitë politike që LDK po pamundson ndërtimin e qeverisë të opozitës. Unë konsideroj që janë si një përgjigje ndaj këtyre kritikave. I kemi ne të qarta dhe kritikat. Për mua nuk janë shumë të drejta. Edhe i kemi konsideruar të padrejta dhe ne i kemi konsideruar kritikat të padrejta. Sepse një parti ka drejt. Sepse LDK nuk është e vetmja parti politike në këtë konstelacion politik, kjo është e para. Dhe e dyta, ne kemi vendin ton në kuvendin e Kosovës. A nuk po ju shqeni këto kritika duke mos tregu sa është rruga? Ajo çka ne vazhdimisht po insistojmë është që i pari me një numër të konsiderueshëm të mandateve në kuvendin e Kosovës, le të vazhdon tutje me krijim të institucioneve. Ja, ne po e lëm rahat, si të thojmë. Vazhdoni tutje, krijoje shumicën edhe për kryetar kuvendi, pastaj shohim e bëjmë. Ne nuk po e votojmë, ne kemi votë kundër. Dhe këtë drejt na jep kushtetuta neve me votu na jep ligje, na jep kushtetuta, me votu kundër. Kështu që edhe shpesh po e themi, me çfarë
me çfarë të drejtë edhe ne kërkojmë votën. Nuk kemi votë për ta për momentin. Edhe jo sidomos jo blanko, pa marrëveshje politike. E sidomos jo për ndonjë figurë, e cila është tregu figurë përqarse. Kuvendit Kosovës i duhet edhe një figurë përbashkuese. Është figura emri i zonjës Albolena E para apo është a ka dikën le të ketë që e kish votuar në kuadrin e E para ne kemi thonë vazhdimisht që nuk kemi votë për lëvizjen vetëvendosur. Para askënd. Kjo është në parim. Para askënd. Heq absolutisht para askënd. Nuk kemi votë. Por në ndonjë rast tjetër do të kishim pasur mundësi, si me thonë, me shqyrtu. Por me këtë kandidaturë të s'ka as mundësi shqyrtimi. Konsiderojmë që është një argumenti i lëvizjes vetëvendosje është femra me votuar në Kosovë. E qartë, absolutisht. Edhe ne ata e kanë të drejtën e propozimit, edhe ne në anën tjetër të drejtën e kundërshtimit. Konsiderojmë që është një propozim edhe një figurë përqarse, e cila nuk ka tregu në asnjë rast, si me thonë, elemente të përbashkimit. Kryetari i kuvendit është, si me thonë, edhe një figurë përbashkuese. Kryetari mandej disa edhe po e bëjnë kryetarin e kuvendit si një figurë teknike që udhëheq mbledhjen. Jo, ju lutem, ne mendojmë që kryetari i kuvendit është figurë shumë e rëndësishme. Absolutisht është e rëndësishme, por praktika politike na tregon që s'kan qenë figura përbashkuese. Por ka pas marrëveshje politike. Absolutisht. Absolutisht, ka qenë produktiv marrëveshjes politike. Sepse për një argument ishte që gjithmonë janë votu kryetarët e kuvendit. Ja. Po janë votu sepse ka pas marrëveshje politike dhe ka pas shumicë. E kur ka shumicë normal që votohet edhe ecë tutje, ecin krejt proceset. Muj më votu kryetari i kuvendit sepse s'ka pas marrëveshje. Sakt. S'ka pas vota për qeverinë. Kur ka marrëveshje politike, kur ka shumicë, votohet atë ditë. E votohet edhe qeveria e voton të gjitha. Ne konkluzioni është ky. Ne jemi në këtë situatë sot për arsye se lëvizja vetëvendosje nuk po mundet me kriju shumicë politike. Dhe po tregohet e paaft në një, dhe e dyta rigjide për me kriju shumicën. Sepse ka mundësi me u kriju shumica. Alba, në emën tjetër, a ka në emën në lëvizjen vetëvendosje që e kështu shqyrtu? Nuk kemi diskutu asret për një gjatë të tillë. Me të vërtet nuk kemi diskutu. Sepse pak duhet jenë që nuk kam qenë polarizuar lëvizje vetëvendosje. Duhet me i po propozime, por nuk i kemi. Funksionimin e Glau Konjufës, sekretar kuvendit. Po kështu nga një prizëm, nga jashtë, gjithsesi sepse kam qenë tjetër pozicion politik, por edhe nga një prizëm krejt personal, unë e kom pasi një sjellje korrekte në shumicën e rasteve. Por jashtë ndonjë rast e kom pasi si sjellje korrekte. Me thonë drejtën, personalisht unë isha edhe i befasum pse Glauku nuk është propozimit. Jo, nuk mundem me thonë. Nuk ka aktualisht qëndrim tjetër përveç qëndrimit që ju e keni pa publikisht, është qëndrim shumë i qartë, edhe është qëndrim të cilin e kemi bo publik, nuk ka vot LDK-s për lëvizjen vetëvendosje aktualisht. Mos po ndryshon diçka, këtë intervistë kemi bërë të ejtën pas dite, nesër mbledhja e kuvendit. Mos po ndryshon diçka mëna ditës sepse për çështjen e mandateve të deputetëve ka ndrru gjithçka mëna mëngjesit. Ka ndru gjithë shka mena me gjithë. Tash ju shpjegoj pse. Besoj që unë kam qef shumë me dëgju shpjegime dhe do ta diskutojmë këto, se mu ka duk një veprim shumë i pazot i opozitës me ndrimin e qëndrime, ose së dash me bojt atë qëndrim, ose nuk u dash me ndru. Por, pra, unë kam po që ka pas edhe deputet LDK-s, të cilët janë intervistu para sallës kuvendit, ka thonë, pa e abdërheqet formale, nuk e votojmë. Dhe kemi pa qëndrime tjera dhe të kryetarit partisë, pra kanë ndrru qëndrimet ta themi kështu mëna natës ose në mëngjes. Mos po presim, du ma shpjegu këta, natyrisht, po mos po na ndron diçka nesër edhe në këtë drejtim. E para du me shpjegu që nuk kishte ndrim të qëndrimeve. Kishte ndrim të fakteve dhe pastaj normalisht edhe këshilla e konsulta me jurist, të cilët na e kanë, si me thonë, shpjegu që
edhe dorëheqjet publike të dhëna nga ministrat konsiderohen dorëheqje faktike. Dhe kjo nën Ju kupton. keni thënë që dorëheqja të cilën e ka përmend kryeministri që e ka dhënë në Facebook, keni thënë nuk është valide. Jo, në Facebook, jo. Pastaj dorëheqje nuk është valide. deklarative publikisht. Dhe kishte edhe një akt vendim të gjykatës. Po ju se keni pranuar një dorëheqje deklarative që ka qenë me shkrim në rrjetet sociale e këtë kryeministrit, po ndërkohë keni thënë ja pranojnë dorëheqjet. Njoftim, ne kemi pa edhe një njoftim të kryeministrit, të kryeministrit. Po thotë jam i dorëhequr. Dorëheqje, jo njoftim të cilin ja ka dërguar Glauco Newsës. Pra një deputeti të radhëve të veta. Andaj aty pastaj kishte një pajtim në mes të partive politike. A ishte ma shumë dëshira me zhbloku situatën se sa mu arrit qëllimi këtu? Ne kemi ardhur një fakt të ri. Se qëllimin se ka një arrit. Ne kemi ardhur një fakt të ri ku kjo qeveri ka dhënë dorëheqje. Publikisht në fakte. Dhe tani janë duke shkel ligjin, janë duke bërë shkelje ligjore, dhe për këtë ne veç se dhe jemi duke i përgatit pa ditë. Kur e kanë dhënë dorëheqjen ata zyrtarisht sipas LDK-s? Në momentet e deklarimit publik të gjithë ministrat dhe kryeministrit. Jo, edhe në deklarime publike pastaj, deklarime publike dhe si keni pranuar deri tek të premten? I kemi i pranuam kur u dorëzuan si fakte dhe erdhëm deri tek ajo marrëveshje e përbashkët. U zhblloku BB-timi, ishte shumë e rëndësishme me u BB-timi i deputetëve të kuvendit të Kosovës, dhe e kemi ditë edhe atë ditë, edhe çdo ditë tjetër, që nuk është çështje si me thonë, mosmarrveshjeve ose çështje teknike, por çështje numrave. Sepse edhe po ti kishte atë ditë vetëvendosje shumicën politike e numrat, kishin me votu dhe raportin. Edhe me vazhdu tutje edhe me votim të raportit. Atë ditë i kam pas 52 vota për raportin. Pastaj 52 votëshi është bë 57 deputet aktualisht që po e votojnë propozimin e VV-s për kryetarët kuvendit, dhe këtu jemi aktualisht. Si po sheni këtë menismën, pritet kanë qenë që do të jetë Fatmi Limaj kandidat për krye parlamentar. Limaj faktisht ai që votoja herën e parë këtë raportin e komisionit për certifikimin për mandatën e deputetëve. Pra ishte kur ishin 60, mungon të njëm duke. 57, sepse sa ishin në fillim? 57 duke të asa? 52 njerë, pastaj 57. 57, po ishte edhe Lima, ishte, po disa minoritete nuk kanë qenë salë edhe nuk kanë votu. Sakt. Pra, si e sheni? Po ne po e shohim që nisma në kuvendin e Kosovës e ka një vot të ndryshme me partit tjera. Pra, përderisa LDK qartazi voton kundër, edhe PDK në rastin e fundit qartazi voton kundër, nisma ka vendosur në vazhdimsi me abstenu nga votimi i kryetarit të kuvendit. Abstenim nga votimi. Dhe kjo është një vot të ndryshme. Jo, abstenimi është as për as kundër. Po dhe po qa pi bjen këtë me përkthy. Nuk e di me thonë të drejtën, unë nuk isha pas dëshirë me, si me thonë, me deklaru për nismën këtë rast, sepse s'do të ishte korrekte politikisht. Po jemi ty folë për ndërtimin e qeverisë. Por fakti që ata po votojnë ma ndryshe, kjo mundet me nënkuptu një, si me thonë, një derë për diskutime. A do të kishte idhnim LDK-ja dhe se nismë, do të bënde këtë drejtim? Se të shjet ashtë i qari idhnim nga ana AOK-s ndaj nismës? Ajo është një marrëdhënie tjetër sepse ka ndaru bashkë. Ne nuk do të kishim kurfar idhnimi. Absolutisht. Ne jemi duke u marrë për momentin vetëm me vetveten. Me grupin ton politik, me vetveten dhe me votën ton, edhe me qëndrimet tona. Pra nuk kemi as idhnim e as insistim ndaj dikuj tjetër mos me u bashkangjit, apo me kriju blok opozitar, absolutisht. Të gjithë janë të lirë me vendos. Po ludni me bot tjertë me levizit dhe do që jemi me opozit. As lutje, do me thonë e kemi një pozicionim. Të shpresu që be bon dikush me bot vendosje. Ne me vetveten dhe me korrektësit madhe, po deklarohemi vetëm për qëndrimet tona politike. Qartë. Vetëm për qëndrimet.
Pra ne nuk asnjëherë, në asnjë rast, as nuk deklarohemi për qëndrimet e PDK-s, as të AK-s, as të tjerëve. Dhe asnjërim as me kolegë tanë të minoriteteve. Absolutisht. Pra janë të lirë me vendos si ata e shohin pozicionin e vetë politik. Por në anën tjetër, e kërkojmë një korrektësi të njëjtë edhe ndaj neve. Pra, në asnjë situatë nuk lejojmë që ndaj LDK-s me u drejtu gishti i blokadës, sepse është e padrejtë, ju lutem, është e padrejtë ndaj LDK-s me u drejtu gishti i blokadës. Ne jemi parti e pozicionuar kuvendin e Kosovës me 20 deputet dhe ne përgjigjemi për qëndrimin ton politik. Kaq. Më mendoj që të gjithë në fund kanë me thënë këtë. Kanë me akuzu LDK-n për blokadë. Po pse jo të tjerët me i akuzu për blokadë, po LDK-n? Jo, kur të bëjnë. Kur të bëjnë të tjerët, po. Po, në rregull, atëherë flasim koalicionin me blokadë. Atëherë flasim, atëherë ulemi edhe pastaj flasimi edhe e shohim si po rrjedhin ngjarjet politike. Po, dhe se shikjo tash na bjena nështë s'ka qenë bash e mençur me i qit ato kushtet. Me prit ndoshta edhe për ato fazën e dytë. Ato janë qëndrimet tona politike të ati momenti, shumë të rëndësishme, të cilat nuk kanë ndryshu akoma tutje. Prej atëhere deri tash, i vetmi fakt i rëndësishëm ose veprim politik ka qenë ftesa e lëvizjes vetëvendosje për të ulur në diskutime me LDK. Keni pasur takime me opozitën me sa? Ne po takime kryetari ka pas me kryetarët e partive politike, takime jo zyrtare, takime të diskutimeve të cilat duhet me ndodhë edhe jemi për me ndodhë në vazhdimsi. Por veprim politik i vetmi ka qenë ajo ftesë e cila është refuzuar nga ne për shumë arsye. Dhe ne kemi thonë ky refuzim nuk është refuzim i momentit. Ky është ndërtu një hendek, një hapësirë, si me thonë një gap në mes të nesh, në mes VV-s dhe LDK-s që një kohë të gjatë. Prej kësaj qeverisje 4 vjeçare, shumë arrogante, e cila se ka ndërtu asnjë urë bashkëpunimi, e pastaj një fushate linçuese politike në këtë kampanjë politike, linçuese, përqarse dhe ofenduese, dhe mandej edhe gjuha e komunikimit pas zgjedhjeve, lutem. Lyti kyhi, miza. Ja, po këto papranueshme, lutem. Janë të papranueshme. Hajde dikur edhe ofendimet mundesh edhe ulesh davolin, besa kërkohet faljen politik. Kërkohet edhe faljen politik. Edhe te i kalohen ofendimet disi. Por janë edhe disa diferenca të mëdha edhe programore, ideologjike, mandej në marrëdhëniet tona me partnerët tonë ndërkombëtar, të cilat me të vërtetë aktualisht kanë hendek. Çfarë po i thonë ndërkombëtar të LDK-s? Unë personalisht nuk kam edhe, me thonë drejtën, shumë informacione lidhur me komunikimin që kryetari Lumiri ka me partnerët ndërkombëtar, por leximi im politik është që nuk ka ndonjë insistim të madh, nuk ka ndonjë presion të madh aktualisht. Partnerët tanë, miqtë tanë ndërkombëtarin duke e vëzhgu situatën edhe duke i lënë partitë politike me gjetë zgjidhjen. Këtë lojën me nerva që po e bën në një farë forme lëvizja vetëvendosje këtë rast, për shkak se ajo ka përgjegjësinë se ka të drejtën me propozu mandatarin e kryetarit të kombit. Kjo loja me nerva, kjo zvarritja kohore, a është një farë forme edhe presion ndaj opozitës, këtë rast, po edhe ftesë ndaj kombëtarëve këtë që një proces? Po mund tjetë. Është bërë kështu. Me i thonë të drejten, unë kisha me thonë edhe një gjasrit, e cila është e papranueshme. Kjo arrogancë sidomos edhe e kryetarit të VV-s. Qysh është e mundën 2 muaj e ma shumë nga zgjedhjet, edhe një prej akterëve kyç politik të vendit, nuk del me na dhonë sqarime qysh është ky krijimin e institucioneve. Edhe tek e fundit mos del me na dhonë neve sqarime, po le del me i dhonë votuesve vetë sqarime, qytetarëve të Kosovës. E ka për obligim me dalë me i dhonë sqarime qysh është ky daljen nga
s'po dija me qujt ngërsh politik, po nga kjo situatë politike, edhe qushesh rekrimin e institucioneve. As një deklarim. Kjo është arrogancë veti. Arrogancë e tregume prej fillimit mandatit kalum. E tutje. Dhe kësisoj, po që se delaj me u përgjigj ndaj qytetarëve, e besa dhe ndaj analistëve, juve të tjerve, atëherë edhe ne e marrim do një përgjigje. Me arrogancë doli që të kry procesin certifikimit deputetëve. Mos me arrogancën që po e çuni ju, do t'ja arri edhe votimit kryetarës të kuvendit. Po mundet me mri edhe votimin, ne kemi interesim me u votu kryetari i kuvendit. Kemi interesim me e tutje. Por nuk e kemi për obligim me ja votu kryetarin e kuvendit. Absolutisht nuk e kemi për obligim. E kemi qëndrimin ton politik. Shqoni, kjo është me ju thonë të drejtën pak edhe një zhveshje e një arrogancë të tyre. Kjo është edhe zhveshje. Urdhnoni, krijoni institucionet. I keni fitu zgjedhjet, keni 48 mandate, e keni për obligim edhe përgjegjësi dhe kushtetuta ja u jep përgjegjësinë me i kriju institucionet. Kryetari ynë e tha shumë mirë para. Ka rrezik për zgjedhje. E tha shumë mirë. Tha, po ti kishim ne 48 mandate, i kishim kriju institucionet me njëherë. Dhe kjo është e vërtet. Absolutisht e vërtet. Po ti kishte LDK 48 mandate, ish harru puna e krijimit institucioneve. Kishim fillu me punë, me projekte. Sepse kemi ura bashkëpunimi. Kemi ura të bashkëpunimit, e cila nuk po shihet tek partia fituese e zgjedhjeve. Flitet aset... Pe përmend më shumë të lëvizjave të vendosje. Por në një farë forme bile publikisht u pronuncu edhe Partia Demokratike e Kosovës. Me më japi datën. 15 qershor tha shkojmë që dani. Pra ku që shkelet e ka, për shë rrezikun edhe për zgjedhje të reja, duhet marrëveshje politike. Konstituimi kuvendit e marrëveshje politike. Pra e para me u konstitu kuvendi, dhe e dyta me ull partit politike. Më konstitu kuvendi i bjen me u zgjedh kryetar dhe nën kryetar. Edhe nën kryetar. Për shqasimin e shpuzës e në aty. Këto 4 pikat e rendit të ditës të seancës konstituive duhet me shku deri në fund. 2 i kemi kalu. E kemi votu raportin për verifikimin e mandateve. Janë betu deputetet e kuvendit Kosovës. Tani na kanë mbetur edhe 2 pika për me përmbyll konstituimin e kuvendit. Konstituohet kuvendi, pastaj kryetari i kuvendit, i riu, i thret partit politike, nëse shihet se nuk ka disponim për krijim të institucioneve, i thret partit politike dhe vendosin për zgjedhje. Pra nuk mundet me vendos një parti politike për zgjedhje në vend. Jo, sepse kishte si me thonë një insistim, e besa ka dhe disa deklarata qesharake. Do të shkojmë zgjedhje, do t'ju qojmë zgjedhje. Kush do t'ju qojmë zgjedhje? Me këto deklarata, okej, përpos që po të me friksu, ata e kanë shpreh që po të me friksu nismën, po të me friksu akën, për tërthorazi kanë lënë me kuptu që po të me friksu dhe letë. Jo, absolutisht. Në fakt, përkundrazi, ne jemi partia politike me rritjen më të madhe. Këto qytetarë duhet me e pas parasysh edhe me kuptu. Rritjen më të madhe politike në këto zgjedhje e ka pas LDK. Pastaj PDK, kurse lëvizjave të vendosje ka rënje. Më të madhe. Më të madhe në rënje. Po këtu shihet qartazi kush e ka trendin pozitiv, edhe kush kish mujt me përfitu prej zgjedhjeve. Por ne jemi parti politike serioze. Ne e dim çka nën kupton me hyrë zgjedhje të reja me njëherë. E dim koston e zgjedhjeve, e dim koston edhe ekonomike të zgjedhjeve, ju lutem. Pra, jo vetëm që e ka një kosto zyrtare, zgjedhjet që e ka një kosto zyrtare. Zgjedhjet kanë kosto edhe indirekte, të cilën e pagun qytetari i Kosovës, e firmat e Kosovës, e ekonomia e Kosovës. Zgjedhjet në Kosovë ne e dim, me qenë se jemi vendi vogël, e shkundin e lëkundin krejt ekonominë e vendit, sepse gati krejt shoqënia është e angazhuar në zgjedhje. Dhe për atë kohë sa ka fushat, edhe sa ka zgjedhje,
asnjë gjë nuk ndodh Dhe në për kandidatin normalitet. për deputet, ka shpenzime, të cilat janë vështirë përballueshme dy herë nga vitit. Krejtësisht, kështu që ne 4 vite ne edhe përballohen. e kuptojmë dhe tjetra është edhe Po lodhje. është kjo llogaria që e bën lëvizja vetëvendosur. Mund të shtyn procesin përpara sepse thjesht s'ka hesap askush shkoj zgjedhje. Nuk e dim ata çfarë po mendojnë, ma shumë mendoj që janë deklarata jo serioze, qesharake. Nuk ka njëherë disponim për zgjedhje, duhet ashtu problem për edhe zgjedhjet lokale gjithashtu. Shqiptari ne i kemi zgjedhjet lokale te dera. Pra shpejt pritet me u shpall zgjedhjet lokale, data e zgjedhjeve lokale që pritet jenë tetor. Pastaj potencialisht marsin e vitit ardhshëm gjithashtu edhe një situatë tre politike, sepse partitë politike duhet me ull edhe me zgjedh presidentin. E na e dim qysh zgjedhet presidenti i vendit. Pra me 2/3 e deputetëve në kuvend. E kjo në kupton 81 deputet duhet jenë në kuvend të Kosovës, pra pa një marrëveshje politike nuk zgjedhet presidenti i vendit. Andaj kemi disa procese shumë të rëndësishme para vetës, e mjashtu tash edhe një parë zgjedhje treja qendrore do të ishte shumë e dëmshme për vendin. Andaj, ne po kërkojmë që përgjegjësinë shumë serioze të 48 mandateve me e marrë partia fituese dhe me vazhdu tutje me seriozitet me i kriju institucionet. E kur theme me seriozitet, në kupton me pas një qasje pak ma serioze. Edhe me fillu me komuniku me partitë politike. A përlyn rol këto zgjedhjet lokale edhe në potencialin për koalicione? Pra, disa koalicione disfavorizohen nga fakti që kemi zgjedhje lokale. Pajtohem, Asrit. Afrojnë ndonjë. Vendimet edhe qëndrimet politike nuk merren në oazë. Pra ne nuk mujmë me shkput veten edhe me thonë po marrim nga ambienti, nga e ardhmja që është e ardhmja e afërt të zgjedhjeve lokale, po besa edhe pak nga e kaluara. Nuk mujmë me shkput veten. Pra këto qëndrime politike ndërtohen dhe qëndrimet politike ne i ndërtojmë duke e pa pak edhe të ardhmen. Dhe kësaj mundet me pas edhe pozicionime politike për shkak të zgjedhjeve lokale që i kemi në prag të derës. A e favorizojnë, për shembull, qeverin zgjedhjet lokale për me fitu Tazëm, qytetet e mëdha? Betejë e Prishtinës do të jetë betejë e madhe. Po besoj unë. Absolutisht. Të cilën herën e kaluar ka fituar e kanë, ndonë se qeverinë ka pas lëvizja vetëvendosje. Por ka qenë i paprovuar si skenari i tij, është pozicion favorizues me hyrë në zgjedhje lokale kur je duke qeveris me vendin. Është pozicion favorizues. Besa është pozicion favorizues edhe me hyrë edhe në zgjedhje qendrore kur je tu qeveris me vendin. Na e kemi pa këtë, sepse kjo qeverisje e kalume e ka përdor buxhetin e shtetit për favorizime politike. Absolutisht. Shqiqoni një muaj para zgjedhjeve kanë shpërnda ato ndihmat sociale ndaj të gjithëve me një lehtësi të papame, e ajo indirekt, në thojza, ajo quhet edhe blerje e votës indirekt. Sidomos një muaj para zgjedhjeve. Në mënyrë shumë të padrejtë, e për mos me thonë, sepse nuk du me thonë ashtu, po s'kom qare ka njerë edhe turpshme. Sepse një muaj para zgjedhjeve nuk bëhet një veprim i tillë politik me parët shtetit, me parët buxhetit. Mirë po, duke pas parasysh që njerëzit edhe kanë nevojë shumë, ne edhe kemi, si me thonë, jo përkrahshëm atë veprim, po e kemi lënë me shku si i tillë për arsye se është ndihmë ndaj njerëzve tanë. Mos me marr njerëzit që jeni kundër tyre. Absolutisht, është ndihmë ndaj njerëzve tanë, për ndryshe në shtete serioze. Një muaj para zgjedhjeve nuk merren vendime të tilla. Besa në rastet caktuar në disa shtete është e rregulluar edhe me ligj që ndalohet një veprim i tillë politik, buxhetor para zgjedhjeve, sepse është indirekt blerje e votës. Pra, normalisht që të favorizon pozicioni prej qeverisjes. Albani e ka nën kryetar
Dikon, si më thonë. Dy Deri muaj para përpara. pak dite. Deri para sepse unë thash dorëheqje Astrid. Po, qartë. Do me thonë një punë që këta nuk po e bëjnë, Po ja unë e kam pranut bë. ato, ka përsenes. Unë e kam bë. Ja pranut këtu Po me. unë e kam shu zyrën Për ty Astrid. pe di, po këtyve po thëm ja pranut. E qartë. E qartë, po tash në të bo shkelje. Tash po bëjnë shkelje që s'po i shojnë zyrët. Sepse unë e shkelje po bëjnë më herë, shkelje po bëjnë tash. Unë e po kam thonë liru ashtu do. zyrën e nën kryetarit mbi qatë parim. Po. Mbi parimin që s'mundesh me i pas dy pozicione, edhe një pozicion ekzekutiv, edhe një pozicion politik ligjvënës në anën tjetër në të njëjtën kohë. S'mundesh. Por e ke ngrit dorën që këta tjerë mos me liru zyrën. E kom ngrit dorën që këta tjerë me liru në fakt zyrën. Sepse se këta janë betu, këta janë deputet të kuvendit Kosovës, janë betu. Kjo nën kupton që nuk mundën me i majtë zyret e ekzekutivit. Po. Alban, se më duhet për Prishtinën. Po dalim te Prishtina. Po. E shohëm betejë për Prishtinën politike ka me qenë një betejë më të madhe besoj. Absolutisht, kryeqyteti. Është gjithmonë, po kjo betejë ka nisë shumë më herët. Ka nisë mes Prishtinës dhe qeverisë Kosovës. Po. Këtë rast Ministrisë Kulturës dhe Rinisë dhe Sporteve. Dhe jo vetëm. Ministrit Harullah Qeku kryesisht. Ne po e shohim posaçërisht javë të fundit, shumica vend punishteve janë ndalu me arsyetimin që po prekin objekte e rëndësisë të veçantë. Sakta. Dhe po shehim e kemi bërë gjatë asaj javë edhe një debat përballë, por larg njëri tjetrit mes komunës Prishtinës dhe Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Çka po ndodh Alban? Je konë kryetar i komunës, po tash si je? Se me thonë besoj që e ki lirin pak më të madhe më shprej. Në pothuajse 4 vite mandat të komunës së Prishtinës, vetëm viti parë ka qenë, se me thonë, pak më normal, në kuptimin e komunikimit me qeverinë e Kosovës. Viti parë sepse sa u themelun, se me thonë, institucionet lokale, edhe kishte një komunikim. Relativisht normal. Prej vitit dytë e tutje Astrid, pra në 3 vitet e fundit, ne kemi fillu me pa një blokadë të projekteve të Prishtinës, e që ma vonë edhe jemi bind që është blokadë tendencioze politike. Pra ka një tendencë me i bloku projektet e Prishtinës në mënyrë që me dështu qeverisja aktuale në kryeqytet. Pra blokoja një punë, le dështojnë ata, e pastaj ne fitojnë Prishtinën. Kjo është logjika e tyre. Dhe kështu projektet më të mëdha të Prishtinës u bllokuan, disa të mëdha prej tyre. Flasim për bulevardin George Bush. Flasim për platformën ndërlidhëse mes lagjes Arbëria dhe qendrës së qytetit, një projekt gati 10 milion euro. Dhe flasim për nënkalimin ose tunelin Agim Ramadani. Por që të triat, Ministria Kulturës dhe Rinisë së Sporteve vëdhët nuk e keni ndjek procedurat. Si keni kërku lejet? Se Alban si kërku lejet? Nga institucionet varëse të ministrisë, të trijat me arsyetime paka shumë të ngjajshme, të trija me këto arsyetime që nuk janë dokumentacioni, nuk është krejtësisht në përputhje, cënohen, si me thonë, trashëgimi kulturore cënohet, në rastin e bulevardit George Bush, hoteli Grand, ndërtesa e rektoratit dhe ndërtesa e Radio Kosovës. Çka cënoni më? Absolutisht asgjë sipas nesh. Sipas nesh absolutisht asgjë. Bulevardi George Bush është në sipërfaqe toksore. Nuk i prek. Asfalt ka pas, asfalt po qitni. Jo asfalt, biletash na gjelbrem edhe gur. Gur i bukur i bardhi i sheshit. Absolutisht. Kjo është domethënë kjo na shty. Çka keni me shëmtu në grandin e shëmtuar tash? Kjo na shty neve me mendu, edhe jemi të bindur që ka tendencë politike. Pa e keni ndjek procedurat, Alban. Pyetja esenciale është, a i keni ndjek procedurat? Kemi ndjek procedura, sipas tyre jo në, si me thonë, në nivelin e duhur, por ne gjithmonë kemi kërku me ullë, me komuniku me njërin tjetrin. 2 institucione të një vendi, institucionet qendrore me lokale duhet me gjetë mënyrë komunikimi, të cilën ne nuk e kemi gjetë, Astrid. As nuk pranojnë takime, as nuk komunikojnë në mënyrë normale. Pra krejt çka ata veprojnë janë letrat që i dërgojnë, edhe ato posterat që i vendosin punishte. Ndalohen punimet
Me vazhdu punimet është vepër penale, pik. E mandej s'ka shgodzim me I vazhdu punimet. E njëjta gjë ndodhi me këtë platformën ndërlidhëse të Arbërisë. Pse? Sepse preket pallati I rinisë. Po na mandej thamë se s'pe prekim fare pallatin e rinisë. Po vazhdoj me punu prej anës tjetër, prej Arbërisë e tutje, deri sot I përfundojmë krejt dokumentacionet e kërkume dhe platforma. Këto dokumentacionet kërkume janë ditë apo I kanë kërku ekstra? Kërkohen edhe ekstra dhe qasja është totalisht bllokuese dhe kundërshtuese. Shqiqoni, unë shpesh e them kështu në rrethe tjera, po ta them edhe ty. Është sikur polici kur të ndal rrugë. Kur të ndal polici në rrugë, ai kur don mundet me dënu. Njëjti është edhe në këto projekte. Nëse një institucion qendror don me ndal një projekt, gjithmonë ka mundësinë me ndal projektin. Çka peshëm grandin ju? Kërkohet qasje Çka po bësh aty rreth grandit që pe? Rreth grandit ne vendosim shesh. Vendosim gur të bukur, vendosim gur të bardhë I cili do të jetë absolutisht asgjë. Heqet asfalti e bëhet shesh me gjelbrim, me ulse për të moshuar, me hapësira për fëmijë me lëviz, për qytetar me lëviz, absolutisht asgjë nuk dëmtohet. Është një projekt madhështor, 18 milion euro. Ne kemi filluar si ide edhe me ma pak buxhet, me thonë të drejtën, por pastaj arkitektët punuan edhe ajo doli me një kosto më të madhe, por unë konsideroj që është një prej projekteve më të mira që mundet me ndodh kryeqytetit. Alban tenderat janë dhënë. Tenderat janë dhënë. Kanë marrë paratë. Kontratat janë nënshkruar. Jo, si kanë marrë paratë në plotëni. Por keni hyrë obligimet e kompanive. Absolutisht kemi hyrë në obligime. Të cilat edhe me ju thonë të drejtën, këto kontrata kanë me vazhdu pavarësisht kush do të jetë në qeverisje Prishtinë. Kanë me vazhdu me përparimin ose pa përparimin. Kontratat janë nënshkruar, vazhdohet tutje, projektet janë shumë të mira, nevojshme dhe janë projekte me të cilat përparim Roma I ka fituar zgjedhjet. Këto ju them shpesh edhe qytetarëve. Ju lutem, nuk munden këto projekte me u kundërshtu. Në si më thonë aty ka qenë nuk është pikje për parim Ramës. Ka qenë pikosi Sa Mustafës, po ma shumë të trumpetume në kohën e Shpend Ahmetit. Dhe edhe në kohën e Shpend Ahmetit, keni të drejtë, por pastaj ne kemi punu projektin edhe ma mirë, sepse projekti nuk ka qenë në nivelit e duhura dhe I projektu mirë. E kemi projektu akoma ma mirë. Po jemi të folë për njëjtën ide, njëjtin projekt. Po, paka shumë e njëjta ide. Është përmirësu. Sakt. Dhe projekti parasheh krejt rreziqet e mundshme. Edhe është shumë mirë I përgatitur që mos me cënu fare xhamin e Qarshis. Po kush tek e fundit don më shumë se sa ne që jemi në qeverisje të Prishtinës me erujt xhamin e Qarshis. Edhe monumentet tjera, e ndërtesat tjera për rreth. Pra ne aty hymë në tokë, nuk cënohen fare ndërtesat mbi, kur veturat futen në tokë, atëherë për mbi do të jetë një shesh I bukur, edhe sheshi Adem Jashari aty. Jemi në komunikim edhe me familjen e heroi komandantit Adem Jashari, edhe me ekipe tjera që për mbi ta kemi një shesh tepër të bukur Adem Jashari. E pyetja. Me pas kryeministin ai s'bë malet. Absolutisht. Jo mi bindun këtë punë. Pa ka me ndiku kënë zgjedhjet. Me pas kryeministin. Ka me arrit rezultatit lëvizjave dhe me pas kryeministin. Që përparim Rama po dështon, edhe dy me çu mesazhin që nëse kishin pas qeverinë, nëse kryetari I komunës kishin një njëjtës parti me qeverisë, ishin kryet. Qytetarët e Prishtinës e kanë kuptuar këtë gjë. Dhe ne këtë e shohim edhe në sondazhet që jemi duke bërë çdo ditë, dhe këtë e shohim edhe prej zgjedhjeve të fundit të asrit. Qytetarët e Prishtinës e kanë votuar në mënyrë solide LDK-n në Prishtinë. 32.000 vota. Prej 17.000 sa kemi qenë. Ka pas rritje daljes, por ka rritje LDK. Prej 17.000 në 30, pra gati dyfishim I rezultatit. Por 56.000 vota lëvizjave të vendosja, po. Po, diku po. Pra kemi dyfishim. Ata kanë rënje, ata kanë rënje të madhe. Kështu që e shohim edhe në sondazhe, e shohim edhe në disponimin e fundit dhe ne jemi të bindun që do të ecim tutje për mandatin e radhës në Prishtinë, jemi të bindun.
Por po që se të kishim edhe kryeministrin, shumë projekte Në lirohen. speqojnë mesazhin e tij, si më thon tash. Duke për shembull lirohet unaza e jashtme e Prishtinës. Shikoni një prej probleme më të mëdha që ka Për ata Prishtina aktualisht është trafiku. Sa ka ti pas këto parasysh, si më thon, ndoshta LDK nuk duhet të rrinë në pozitë. Tash, tjera si partia, diskutime, menon këto, tjera diskutime. Ishin zhbllokuar disa procese, po flas nga konteksti, po Qartë. mendoj, po tentoj me mendu për një moment si LDK. E qartë. Albana do më angazhu në zgjedhje lokale ajo. Patjetër. Ke qenë shef i shtabit në Kam zgjedhje. qenë shef i shtabit në zgjedhjet e kalume, kurse tash jam kryetari një dege shumë të madhe të Prishtinës. E di, përpas asaj. Po ajo me detyrim, po ajo përgjegjësi mua më bën të angazhuem edhe do të angazhohem fuqishëm në zgjedhje lokale, padyshim. Alban, faleminderit shumë. Faleminderit. Shpresoj që gjatë javëve të ardhshme, se po më duket këtë javë jo, po gjatë javëve të ardhshme do të qartësohen pak gjërat. Shpresojmë edhe Edhe ne. politikisht. Shpresojmë edhe ne. Edhe po të shohim, do shta kjo betejë loja me nerva do ta merr një fund i cili nuk do të jetë fund ku opozita do të heqë dorë. Faleminderit shumë Asrit, e çmoj. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit.